Në një nga sallat e Universitetit Luiç Gurakuçi nisi këtë mërkur takimin ndërdisiplinor për zhvillimin e qëndrueshëm dhe rritjen e konkurrueshmërisë së rajoneve. Workshopi organizuar nga Departamenti i Gjeografisë së Universitetit të Shkodrës ishte në bashkëpunim me Universitetin Polis dhe atë të Mitrovicës. Aktiviteti traditor synon të afrojë botën akademike me institucionet vendore dhe ndërmarrjet private, duke promovuar ide për zhvillim të qëndrueshëm, lëvizshmëri të gjelbër dhe forcim të konkurrueshmërisë rajonale. Një qytet i cili ka në zemrën e tij një universitet është një qytet me një vlerë dhe me një pasuri shumë të madhe. Pasi mbart në vetvete pikësparë rinin, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Mbart mendimin, mbart kërkimin shkencor, mbart çdo gjë që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik, social, kulturor të një vendi. Zhvillimi i një turizmi të qëndrueshëm nënkupton përballëmin e disa sfidave. Sfidat janë të shumëllojshme, por sfida me impaktin më të madh është ndryshimet demografike që ne vazhdojmë të pësojmë, sidomos një lloj mendësie që të rinjt tanë kanë zhvilluar për ta parë të ardhmen diku larg qyteteve ku rriten. Sigurisht që kjo është e pashmangshme kur je i ri, unë vetë kam qenë jashtë, kam studiuar, jam kthyer. Qëllimi jonë është që t'i bëjmë të shikojnë oportunitetet që ofron dhe vendi i tyre, jo vetëm oportunitetet që mungojnë. Përgjatë ditëve të organizimit të workshopit, studentët dhe pjesëmarrësit do të punojnë në ekipe të përzjera për të zhvilluar ide në fusha si planifikimi urban, dizajni, turizmi i qëndrueshëm dhe menaxhimi mjedisor.